Unë kam zgjedhur disa aktivitete për të gjeneruar lica. Aktivitetet janë në prospekt dhe unë si Indrit kam zgjedhur që t'i bëj vetë këto aktivitete dhe forma e dytë është nëpërmjet marketimit. Për nga aspekti i marketimit është një punë e cila deri diku e kam deleguar dhe do më ndihmojnë në xhirimin e videove, në hedhjen e kontentit, në promovimin e pronave, në krijimin e fushatave e tjerë. Ndërkohë, aspektin e prospektit kam zgjedhur që ta bëj vetë. Edhe unë kam zgjedhur që në përditshmërinë time të bëj 3 mesazhe tek ndjekësit e mi në Instagram. 3 mesazhe tek ndjekësit e mi në LinkedIn. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm është telefonata, 3 telefonata në ditë kundrejt zhvilluesve, ndërtuesve, firmave të ndërtimit, të cilët unë do ulëmtoj nëpër mënyra të ndryshme për t'i identifikuar, pasi këto janë disa industri të cilat lidhen në mënyrë direkte me industrinë e real estate-it dhe gjithashtu shumë e rëndësishme është dhe prospekti face to face. Kam zgjedhur që çdo ditë nga e hëna në të shtunë prospekt face to face, ku unë do takoj 5 njerëz përballë dhe do t'u prezantohem si Indriti që merrem me pasuritë e paluajtshme.